Filloj me recetën. Së pari në tenxhere do hedhim 1 gotë me sheqer, gota është 200 ml. Për ujin do të përdori të njëjtën gotë. Pra, gjatë gjithë recetës do përdorim gotën e njëjtë. 2 gota me ujë ose 400 ml ujë. E përzieni pak që sheqeri të filloj të tërhetet, e pastaj tenxherën do ta vendosim në zjarr dhe do ta la që uji të nxehet mjaftueshëm derisa të filloj të vloj nga pak. E vendosim tenxherën në zjarr. Tani vazhdojmë dhe në tigan hedhim 200 ml vaj. Pastaj këtu shtojmë 2 gota me miell. Gotat janë 200 ml, pra gotat e njëjta. 2 gota miell, 1 gotë me vaj. Vazhdojmë tani miellin e përziejmë së bashku me vajin, derisa të bashkohet mirë. Dhe kështu vazhdojmë në temperaturë mesatare, duke e përzier vazhdimisht derisa mielli të kavërdiset mirë. Çfarë është me rëndësi? Kur ne përgatisim hallë, gjithmonë duhet të qëndrojmë pranë, që mos të digjet hallva, sepse pastaj do të merr një aromë jo të mirë. Vazhdojmë vazhdimisht duke e përzier nga pak derisa hallva të filloj të merr ngjyrën e dëshiruar. Siç mund ta shikoni në fillim, hallva është e trashë, brumi është i trashë, por me kalimin e minutave ngadal do të zbutet. E pastaj më lehtë, pastaj do bëhet skuqja e hallvës. Është një recetë tradicionale që e kanë përgatitur gjyshet tona edhe përgatitet me vaj. Vërtet ju them se kjo është një ndër hallvat më të mira që ju mund të gatuani për familjen tuaj. Unë vazhdoj vazhdimisht duke e përzi edhe siç mund ta vreni, dal nga dal hallva ka filluar të ndryshoj ngjyrën, tani ka filluar të skuqet. Unë do e skuq edhe pak që të merr një ngjyrë pak më të skuqur. Dhe tani, siç mund ta vreni, ngjyra e hallvës është shumë e mirë. Unë do e lë kaq dhe tani do të hedh shërbetin që po e shikoni këtu e që ka fillu nga pak të vloj. Menjëherë e hedhim tek hallva e kavërdisur. E shtojmë shërbetin tek hallva. Menjëherë vazhdojmë me tel kuzhine, e përzim kështu. Dhe siç po e shikoni, hallva menjëherë po fillon të trashet. Vazhdimisht duke e përzier, mund ta largoni pak nga zjarri nëse ju duket e vështirë përzierja kështu. Dhe hallva edhe për 2 minuta 3 do të jetë e gatshme për ta servuar. Unë tani këtu do hedh edhe rrushë të thatë 100 gram. Ju mund t'i hedhni edhe arra nëse doni. Kjo bën që hallva të merr shije shumë të mirë dhe unë ju siguroj se kjo hallë do mbetet e juaja e preferuar dhe do e përgatisni çdo herë për çdo festë. Unë sot e kam përgatitur dhe vërtet them se është hallva që më shpesh unë e gatuaj. E shikojmë tani edhe po ndahet nga luga, kjo do të thotë që hallva është e gatshme për ta servuar. Vazhdojmë tani dhe e servojmë. Pasi hallvën e kemi gati, menjëherë e servojmë. Shikoni edhe vetë se vërtet është shumë e mirë.
Unë servimin do e bëj me një lugë, pra formën që cilën do e jap me hallvës është luga, si gjithmonë, por ju mund t'i jepni forma të ndryshme. Kjo është receta që kisha përgatitur për ju sot. Me receta të tjera shihemi me video të tjera.